Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu waliyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pas përfundimit të surës Qaf, vazhdojmë me lejen e Allah tebaraka wa taala me komentimin e surës Adh-Dhariyat, e cila është më një herë në renditje pas surës Qaf. Edhe surja Adh-Dhariyat, sikurse surja Qaf, është prej sureve me kase që ka zbrit në Mekë ose para hijretit pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Në 4 ajetet e para të kësaj surës, Allah tebaraka wa taala betohet në disa prej krijesave të tij madhështore, të cilat janë argumente të qarta për sparje për ekzistimin e Allah tebaraka wa taala, edhe për madhështinë e Allah tebaraka wa taala, se veç Allah ka mujt me i kriju ato krijesa. E po ashtu tregon ky betim i Allahut në këto krijesa edhe për rëndësinë e këtyre krijesave, edhe madhështinë e vetë këtyre krijesave, nga sa Allah është betu në to. Transmeton Ibn Kathiri rahimahullah në tefsirin e tij se një herë për herave Aliu radhiyallahu anhu është ngrit në mimberin e Kufës, edhe ju ka thonë njerëzve: kush do prej juve që don me ditë diçka rreth librit të Allahut te baraka wa taala, për çfarë do sure, për çfarë do ajeti, ose don me ditë diçka për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, le të pyet mua, sa unë ju tregoj, edhe ju do përgjigje. Edhe në atë rast një prej të pranishmëve është qua dhe ka pyet Aliun radhiyallahu anhu për surën Adh-Dhariyat, për 4 ajetet e para, për fjalën e Allahut: "Wadh-dhariyati dharwa, fal-hamilati wiqra, fal-jariyati yusra, fal-muqassimati amra." Ka pyet se çka janë këto krijesa në të cilat është betu Allahu xhalla xhalaluhu. Edhe ai është përgjigj që Allahu betu në erërat të cilat e ngrejnë pluhrin në ajetin e parë. Në ajetin e dytë është betu Allahu xhalla wa ala në rat të cilat e mbajnë ujin e shumt. Në rat të cilat e mbajnë ujin e shumt. Thot Allahu xhalla wa ala në surën Ar-Ra'd: "Huwa alladhi yurikumul barqa khawfan wa tama'a." Allahu është ai i cili ju bën juve me pa vetëtimin për dy shkaqe: khawfan wa tama'an, me ju friksu juve sa ajo e godet dikon këndon Allah azza wa jall, edhe që ju me lakmu, edhe me shpresu në mëshirën e Allahut, që është shiu. Njeri kur e sheh vetëtimin, e din që ka më ra shi, ka marrë rahmeti Allahut te baraka wa taala. Kështu Allahu ju frikson edhe ju jep shpresë. Wa yunshi'u as-sahaba ath-thiqal, Allahu thot, dhe i krijon Allahu xhalla xhalaluhu rat e dendura, rat të cilat janë shumë të rënda dhe kanë shumë shi. Pastaj vazhdojmë në ajetin e 3, thot Allahu xhalla wa ala: "Fal-jariyati yusra", edhe këto është përgjigje Aliu radhiyallahu anhu, edhe ka thonë që Allahu betu në anijet të cilat lëndrojnë në dete, në anijet të cilat lëndrojnë në dete. Siç thot Allahu xhalla wa ala në surën Ash-Shura: "Wa min ayatihi al-jawari fi al-bahri kal-a'lam." Prej argumenteve të madhështisë të Allahu xhalla xhalaluhu janë anijet të cilat lundrojnë nëpër dete, e të cilat duken prej largut sikur se të ishin male dhe kodra të mëdha. Edhe kjo është prej mëshirës të Allahut te baraka wa taala dhe prej argumenteve të madhështisë së tij. Fal-muqassimati amra, pastaj është betu në melekt, të cilët i ndajnë çështjet me cilat Allahu i urdhëron, e ndajnë rrezikun, e fryn shpirtin, e dhojnë jetën, shkojnë me marr shpirtin kur dhan Allahu xhalla wa ala, e zbresin ujin, e kështu me radhë. Pse është betu Allahu xhalla xhalaluhu këto 4 krijesa të mëdha? Me na dëshmu neve që innama tu'aduna lasadiq, me të vërtetë ajo që po ju premtohet juve prej vdekjes, llogaridhënies edhe ringjalljes para saj, është e vërtetë. Innama tu'aduna lasadiq, është e vërtetë. Wa inna ad-dina lawaqi', dhe me të vërtetë dita e gjykimit ka për të ndodhur. Do të thonë Allahu betun krejt këto krijesa me na tregu neve që dita e gjykimit është hak, është e vërtetë. Njerëz kanë u ringjall edhe kanë me jep llogari para Allahut xhalla xhalaluhu. Pastaj Allahu xhalla wa ala thot: "Was-sama'i dhati al-hubuk", betohet në qiellin
i cili është shumë i bukur, kjo është një kuptim, po edhe është qielli i cili ka rrugë të shumta. Rrugë të shumta është i zbukuruar me yje, edhe me rrugë të shumta, me orbita të shumta. Innakum la fi qawlin mukhtalif. Allahu betohet se njerëzit janë në një gjendje në të cilën kanë dyshime të shumta, do thonë fjalë të ndryshme edhe të shumta rreth Kur'anit edhe rreth pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Qase na po e dim që kjo sura është Mekase, para se me bëu hijretin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E çka kanë pas ata njerëz? Çka kanë thonë pe fjalëve ndryshme? Akuzat që i kanë pasur ndaj Kur'anit dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë thonë që Kur'ani është magji, edhe që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është magjistar. Tani një herë tjetër kanë thonë që Kur'ani është poezi, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është poet. Herave tjera kanë thonë që Kur'ani është prall, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i çmendur. As vetë s'kanë mujt miran fije, kanë herë kështu, kanë herë ashtu. Yufaku anhu man ufik. Allah tregon realitetin e tyre. Thotë se largohet nga besimi në këtë Kur'an ai i cili shmanget pranimit të së vërtetës. Ai i cili vetë don me u largu prej Kur'anit, Allah e largon. Thotë Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, devion nga ky Kur'an ai i cili e përgënjeshtron atë. Si thotë edhe Allahu xhalla wa ala për njerëzit përgjithësi, po edhe për popullin e Musës alayhi salam, falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Kur ata kanë deviju me dëshirën e tyre, kanë përgënjeshtruar, kanë mohu, Allahu atëherë u ka deviju zemrat. E njëjta vlen edhe për udhëzimin, thot Allahu xhalla wa ala, walladhina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Ata të cilët e dojnë udhëzimin edhe marrin atë rrugë, Allahu azza wa jalla u shton edhe udhëzimin edhe takvallëkun. Qutila al-kharrasun, mallkuar qofshin gënjeshtarët. Janë për qëllim ata që gënjejnë për Kur'an edhe gënjejnë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për gënjeshtruesit dhe mohuesit e Kur'anit dhe të Sunetit. Edhe i cilëson Allahu, thotë ata janë alladhina hum fi ghamratin sahun. Ata të cilët prej cilësive tyre janë gafleti edhe xehli. Shkujdesja, gafleti, po edhe xehli, ignoranca. E si pasojë këtyre cilësive tolta, pyesin yes'aluna ayyana yawmuddin. Duke mohu, pyesin kur është dita e gjykimit? Kur kena me dalë para Allah te bareke ve teala? Kur kena me u ringjall? Kretë këto i kanë mohu. Yes'aluna ayyana yawmuddin. Ju thot Allahu xhalla wa ala, yawma hum 'ala an-nari yuftanun. A ditë kur keni me u dënu mbi zjarrin e xhehenamit. Kjo ditë është atë ditë që ju keni me u dënu në zjarrin e xhehenamit. Nga sa ata pyesin me mendje madhësi edhe me inat. Ju thuat atyre, dhuku fitnatakum, shijojeni tash dënimin tuaj. Ata që vetë keni përgënjeshtruar. Dhuku fitnatakum, hadha alladhi kuntum bihi tasta'jilun. Kjo është ajo që ju e keni kërku për shpejtimin e saj. Kjo ka qenë prej sifateve të popujve të mëhershëm, po edhe prej sifateve të kurejshve, të mekazve. Ju kanë thonë pejgamberëve tyne, hajde, bëna çfarë farë dënimi sa më shpejt. Nëse ajo që apo e thuti është e vërtet, Kurani është hak, kjo që apo e thuti është hak, atëherë dënon anëve. Sa që në surën Hud Allah tregon edhe për Nuhun alayhis salam, i cili kon i dërguar i parë. Edhe ati kanë kërkuar ja për shpejtu dënimin. Qalu ya Nuhu qad jadaltana fa aktharta jidalana. O Nuh, shumë na ke thirr. Edhe shumë ke polemizuar me neve. Fa'tina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin. Hajde pra, eja me dënimin që ti po na e premton, nëse je i sinqert dhe nëse je i vërtet në ato që po e thu. Pastaj Allahu xhalla wa ala flet për muttaqint, për besimtarët e mirë, për njerëz të devotshëm. Çka ka përgatitur Allahu për ta në ahiret? Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Me të vërtet, robt e Allahu xhalla wa ala që janë devotshëm, për ta në ahiret ka jannatin wa uyun, kopshte dhe burime. Kopshte të shumta, me mirësi të shumta dhe burime të ndryshme. Ndër burimet që i përmend Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'an, në surën Muhammed, thot Allahu xhalla wa ala, mathalul jannati allati wu'ida al-muttaqun
tregon se çka ka në xhenetin i cili është bërë gati për njerëz të devotshëm. Fiha anharun min ma'in ghayri asin. Tregon që në ato xhenete ka burime, ka ujë, ka lumenj, të cilët janë prej ujit, të cilët nuk i ka ndryshuar era e as ngjyra. Është ujë i pastër, i cili nuk ndryshon. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Ka edhe lumenj prej qumshtit, të cilët nuk i ka ndryshuar shija. Wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin. Edhe prej verës, me të cilën kënaqen xhenetli duke e pi. Wa anharun min asalin musaffa. Edhe lumenj prej mjaltës, e cila është tepër e pastërt. Këto 4 lloje lumenjve i përmend Allahu xhalla xhelalu në surën Muhammed. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Thot Allah që ata në xhenete i marrin mirësit që ja jep Allahu xhalla xhelalu. Krejt mirësit. Krejt mirësit që i përmend Allahu xhalla xhelalu në Kur'an dhe në Sunet, krejt ato ju takojnë xhenetlive. Akhidhina ma atahum rabbuhum, por Allah tregon gjendjen e tyre që kanë pasur në dynja. Edhe qysh do të më konë njeri që me i meritu ato të mira dhe ato shpërblime në xhennet. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Me të vërtet këta xhenetli, para se me ardhë në ahiret, në dynja kanë qenë muhsinin. E kanë adhuru Allahun xhalla xhelaluhu si kur të ishin të e pa. Po edhe pse ata nuk e kanë pa Allahun, e kanë di që Allah ishe. Kjo është devotshmëria, që tajnë nuk të kintë. Prej cilësive tyre që i përmend Allahu janë kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. Pak kanë bo gjumë natën. Edhe pse në konë njerë sikur na, edhe pse i kanë pas gajlet sikur na, edhe pse kanë pas familje, edhe pse kanë pas fëmijë dhe punë dhe gajlet ndryshme, prap se prap kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. Shumë pak kanë flejt natën, një pjesë të vogël të natës. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Në kohën e fundit, masi që kanë falë namaz natë, kohën e fundit natës në syfer, kanë bojë istikfar, kanë kërku falje për Allahu te baraka wa taala. Thot Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, nuk ju ka kalu asnjë natë vetëm se kanë falë namaz natën të. Qoftë edhe pak. Ndërsa Mujahid ibn Jabr rahimahullah nxënës Ibn Abbas radhiyallahu anhuma thot, rrallë ka ndodhur që me flejt e mos me uqu para sabahut, me falë diçka prej namazit natës. E transmetohet këtu subhanallah edhe një praktik interesante prej Enesit radhiyallahu anhu, po edhe prej Ebul Aliya, prej tabeinëve dhe prej tjerëve që kanë bo namaz natë, kanë falë namaz natë mas namazit të akşamit. E deri në namazin e yatsis. Ka 2 rekate, kanë falë namaz natë në qëtë kohë. E pse Allahu xhalla wa ala ka tregu që ata kanë bo istikfar në syfer, pse kanë zgjedhur bashat pjesë natës, pjesën e fundit natës, nga se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Buhariu edhe Muslimi nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lejletin ila as-sama'i ad-dunya. Zbret Zoti jon çdo natë prej natëve në qiellin e dynjos. Hina yabqa thuluthu al-layl al-akhir, kur mbetet pjesa e tretë e natës. Natën me ndonë 3 pjesë, prej akşamit deri në sabah, në qatë pjesën e tretë. Yaqulu, thëtë Allahu xhalla xhelaluhu, men yad'uni fa astajiba lah. Kush prej juve po mlutet mua që unë t'i përgjigjem atij. Men yas'aluni fa u'tiyah. Kush prej juve po kërkon diçka, unë t'ia dho atë, Allahu thirr i thret robët e vet. Kur shumica e besimtarëve janë xhëm. Men yastaghfiruni fa aghfir lah. Kush prej juve po kërkon falje, e që unë ta fal atë. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Allah tregon që në pasuritë e tyre, pasuritë e robëve të mirë të Allahut xhenetlive, kanë pas hak edhe lypsit, njerëz që kanë pas nevojë dhe kanë kërku sadaka, po edhe njerëz që kanë qenë të privuar prej pasurive të tyre. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Po edhe në tokë Allah ka treguar që ka argumente të shumta për madhështinë e Allahut dhe fuqinë e tij, në male, në kodra, në lumenj, në dete, në të mbjellura, në pemë, perime, njerëz, në gjin,
melek, në kafsh, në insekte, në gjithë shka ka argument për madhështinë Allahu Gjelle Gjelaluhu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Edhe kjo ajet është interesant. Allah na thret me meditu në veten tonë, në krijimtarinë e njerëzve. Wa fi anfusikum afala tubsirun, nuk po e shihni veten. A nuk po e shihni që Allah disa njerëz i ka kriju të bardhë, disa tjerë të zi, disa tjerë të verdhë, disa tjerë të kuq. Disa i ka kriju shumë të gjatë, disa tjerë i ka kriju shumë të shkurtë. Disa e flasin një gjuhë caktume, disa e flasin një gjuhë tjetër caktume. A nuk po e shihni zemra se si rah, gjaku se si qarkullon, sistemi nervor, sistemi i tretjes. Kreto, subhanallah, janë argumentit mëdhaja për madhështinë edhe ekzistencën e Allahut Gjelle Gjelaluhu. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Thot Allahu edhe në qiell është furnizimi juaj dhe çdo gjë që ju premtohet prej hajrit dhe prej sherrit. Ka dietar që kanë komentuar këtë ajet, kanë thonë në qiell është rreziku juv, uji, shiu i cili zbret, për cilën Allahu Gjelle wa Ala i ka thirr kufart, po edhe njerëz përgjithësi me mendu. Ju ka thonë awalam yara alladhina kafaru, a nuk po e shohin ata të cilët kanë mohu. Anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Që qielli dhe toka kanë qenë bashk, të kapura, të ngjitura. Fafataqnahuma, pastaj Allahu Gjelle Gjelaluhu i ka nda. Waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy, dhe prej ujit Allah ka bërë çdo sen me pas jetë. Çdo sen që ka jetë për shkak të ujit. Waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy, çdo sen. Afala yu'minun. Dhe në fund ju ka thonë, a nuk po besoni? Pasi që në fillim ka thirr. E ky ajet, do të thonë Allah Gjelle wa Ala thotë që kanë qenë bashkë toka dhe qielli. Edhe nuk ka pas qiell i cili e lëshon shiun, edhe nuk ka pas tokë e cila e pranon atë shi, edhe pastaj dalin mbjellurat prej saj. Kjo është një prej argumenteve të madhështisë të Allahu Gjelle Gjelaluhu. Fa wa rabbis samai wal ard innahu la haqqun mithla ma annakum tantiqun. Allahu betohet në veten e tij, në Zotin e qiellit edhe të tokës, edhe thotë që ky Kur'an, edhe kjo ringjallje, edhe kjo llogaridhënie, edhe kjo dalje para Allahu Gjelle Gjelaluhu, edhe ky rrezik që është në qiell, edhe kjo që po ju premtohet, krejt kjo është e vërtetë, njëjtë ashtu siç ju po flisni. Allah Azza wa Jalla ka kriju njerëz edhe i ka bërë me fol. Kërkush nuk dyshon që njëri fol. I anin zonën e vet, i nin shprehjet, komunikon me tjerët. Njëjtë sikur se kjo krejt këto që i përmendëm janë hak. Pastaj Allahu Gjelle Gjelaluhu e tregon një rast që ka ndodhur në kohën e Ibrahimit alayhis salam me disa prej angjëve. Ata kanë qenë Mikaili, Gjibraili edhe Israfili. Thotë Allahu Gjelle Gjelaluhu, hal ataka hadithu dhayfi Ibrahim al-mukramin. A edinti o Muhammed rastin e Ibrahimit alayhis salam kur i kanë ardhur disa mysafir që kanë qenë të nderuar prej Allahu Gjelle Gjelaluhu, bel ibadun mukramun, po edhe të nderuar prej Ibrahimit alayhis salam. Ibrahimi alayhis salam i ka nderuar ata, edhe pse nuk i ka njoftë. Idh dakhalu alayhi faqalu salama. Ata kanë hyrë te pejgamberi Ibrahim alayhis salam, edhe i kanë jep selam, e kanë përshëndet. Qala salam. Edhe ajo ka kthy selamin, edhe ka thonë vetë me veti qaumun munkarun. Janë njerëz që nuk po i njeh. Njerëz që nuk po di kush janë këta. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Ka shku shpejt te familja e tij, te gruaja e tij, edhe ja u ka pruni veç i cili ka qenë shumë i trash. Më në ajet tjetër thot Allahu te baraka ve teala që ka ardhur me një bi'ijlin hanidh. Fama labitha an ja'a bi'ijlin hanidh. Me një veç i cili ka qenë i pjekur, do të thonë ka zgjedh viçin më të mirë, e ka përgatit edhe e ka pjekë dhe u ka afru aty në mysafirëve që hiç nuk i ka njoftë. Faqarrabahu ilayhim, ja u ka afru ushqimin edhe ju ka thonë ala ta'kulun. A nuk po hani, apo filloni me hangër. Kur e ka pa që ata nuk po hajnë, fa awjasa minhum khifa, është friksuar veten e tij. Edhe melekët e kanë vërejtë që ai është friksu, edhe i kanë thonë qalu la takhaf, mos u friksa. Wa basharuhu bi ghulamin alim, edhe kanë përgëzuar me një djalë i cili ka më qenë shumë i ditur, që është për qëllim Ishaq,
alayhi salam, djali i Ibrahimit alayhi salam, cilën e ka pas me gruan e tij Sarën. Kur i ka dëgju këto biseda gruaja e tij, thot Allahu xhalla xhelaluhu, fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin, ka ardhur me shpejtësi, u kon shumë e gëzuar, fa sakkat wajhaha, dhe ka godit fytyrën e saj prej çudis. Wa qalet, edhe ka thon, ajuzun aqim, unë jam një gru shumë e vjetër, jam një plak, e cila nuk mundet me pas fëmijë. Nuk mundet me pas fëmijë. Aqim, jam sterile, edhe kur kam qenë e re s'kam pas mundësi me pas fëmijë. Po tash që jam plak, po çata u çuditshëm. Qalu kadhaliki qala rabbuki, i kanë thonë kështu ka thonë Zoti yt. Innahu huwal hakimul alim. Me të vërtetë Allahu xhalla xhelaluhu është hakim, ka urtësi të plot, edhe është alim, ka dije të plot. Edhe e din kujna me dërgu fëmijë dhe kujna mos me i dërgu fëmijë. Që thot Allahu xhalla xhelaluhu në një sure tjetër, në surën Ash-Shura, lillahi mulku s-samawati wal ard, me të vërtetë Allahu t'i takon pushteti i qiejve edhe i tokës. Yakhluqu ma yasha, krijon çfarë të don. Allahu krijon çfarë të don. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur. Kujt don prej robëve vet, Allahu jep vetëm vajza, edhe si fal djem hiç, e disa tjerë jep veç djem edhe nuk i fal vajza. Au yuzawwijuhum dhukranan wa inathan, e disa tjerë jep edhe djem edhe vajza. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, edhe këndon e bën steril, mos me pas fëmijë hiç. Innehu alimun qadir. E përmbyll këtë ajet Allahu xhalla xhelaluhu thot innehu alimun qadirun. Allahu ka dije të plot, po edhe është qadirun. Ka fuqi, ka mundësi për gjithçka. Ka mundësi krejt njerëzve më u fal edhe djem edhe vajza. Ka mundësi krejtve më u fal veç vajza. Ka mundësi krejtve më u fal veç djem. Ka mundësi krejt njerëz me i bë steril. Po Allahu është, që shërthën në ajetin tonë surën e Dhariyat, është el-Hakim, el-Alim, ka hikmet urtësi, edhe në bazë kësaj urtësisë ju falë kujna dënë që ka dënë. Është interesant, subhanallah, në këtë tregim, ka që të shkurt, i përfitojmë shumë prej edebeve, prej sjelljeve të mira, të gostisë, dhe të mirëpritjes. Ndërto, është servimi i ushqimit shpejt, me servu ushqimin shpejt, pa e prit heq mysafiri, që shka vepru Ibrahimi a.s. E dyta, mos më thona dani me hangër, apo dani me hangër diçka, po me au servu vetë, pa e pyt. E treta, me ofru ushqimin ma të mirë që e ki. Edhe pse nuk i ka njoft, Ibrahimi a.s. ja u ka ofru ushqimin ma të mirë që e ka pas, viqin ma të trash e ka zgjedhë dhe plus ja u ka pjek, ja u ka bogati. Edhe ja u ka ofru ushqimin, su ka thonë hajdeni, e katërta kjo, su ka thonë hajdeni shkojmë pak ma që atje hajmë, ose hajde në dhomën tjetër, ose diçka. Po jo, e ka marrë ushqimin, e ka pregadit dhe ja u ka afru atyre. Ja u ka servu me fjalë të mira dhe të buta. Edhe ta shëshom që mas pari i ka prit, i ka gostit, ju ka jep me hangër, kur e ka pa që spajnë, tani i ka pyt, qka është puna juve, kush jeni ju, pse keni orë. Shumë interesant. Edhe i ka gostit, edhe i ka prit mirë, edhe i ka ndëru, edhe pse nuk i ka njoft. Kretë këto janë edebe prej edebeve që do të mi pas njeri kur të ka mysafir. Pastaj në vazhdim Allahu xhalla xhelaluhu tregon që i ka pyet Ibrahimi a.s. i ka thonë qala fama khatubukum ayyuha al-mursalun. O ju të dërguar, çka është puna juve? Pasi që ka marrë vesh që janë melekët Allahu xhalla xhelaluhu. Ka pyet se çka është puna juve? Për çka keni dalë? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Neve Allah na ka dërgu të një popull shumë i keq, të një popull kriminal, që i bojnë disa prej gjunohave më të mëdha, disa prej gjunohave më të dyta. E që pas tyre kanë pas edhe shirkun, mohimin Allahut, kufrin. Populli i Lutit alayhis salam, edhe pse e kanë pas gjunohin e njohur, që kanë afruar me intimitet njëri tjetrit, burrat me burra, përveç kësaj e kanë pas edhe kufrin, e kanë mohu Allahun xhalla xhelaluhu. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Na jena dërguar te një popull kriminal. Linursila alejhim hijaratan min tin. Që me i gjujt ata me gorze prej baltës të fortë. Kjo ka qenë dënimi i popullit të Lutit alayhis salam. E që Luti alayhis salam e ka pas agj Ibrahimin alayhis salam.
musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Gurzi që Allah i ka shënu domethënë te vet, Allah i ka shënu te vetja e tij që do të më dërgua atyre të cilët i kanë të kalu kufit Allahu xhalla xhelaluhu, kanë tepruar në kufrin e tyre dhe në shirkun e tyre. Fa akhrajna man kana fiha min almu'minin. Edhe kanë nxjerr Allahu azza wa jall krejt ata besimtarë që kanë qenë në atë vend, e që kanë qenë veç familja e Lutit alayhi salam, jo dikush tjetër. Fama wajadna fiha ghayra baytin min almuslimin. Edhe se kena gjetë në krejt atë vend vetë se një shtëpi të muslimanëve. Kur tha që i kena nxjerr njerëz, thotë i kena nxjerr besimtarët. Ka dalë për asaj shtëpisë Luti alayhi salam me ata që e kanë pasu në fe. Ndërsa kur thot se kena gjetë vetë se një shtëpi të muslimanëve, nuk thot besimtarëve, po të muslimanëve, në shkakun se për shkak se në atë shtëpi ka pas edhe jo besimtar, gruaja e Lutit alayhi salam. Wa tarakna fiha ayatan lil ladhina yakhafuna al adhab al alim. Edhe në këtë ndodhit popullit Lutit, Allah azza wa jalla ka lënë disa mësime dhe gjurmë nga dënimi me të cilin i ka godit. Për njerëz të cilët i frikson Allahu te baraka wa taala, edhe i frikson dënimet të dhëmshëm të Allahu xhalla xhelaluhu. E pastaj Allahu subhanahu wa taala i përmend edhe disa popull tjerë se don me i kfjell Kurejsh me kast. Don me tregu atyre që qysh u dënu populli Nuhut alayhi salam, ju dënojmë edhe juve. Qysh u dënu populli Musës alayhi salam, ju dënojmë edhe juve. Qysh u dënu Adi, Thamudi, kështu ju dënon Allah edhe juve nëse nuk i bini Allahu xhalla xhelaluhu. Wa fi Musa idh arsalnahu ila fir'auna bi sultanin mubin. A përmend Musa alayhi salam, i cili është pejgamberi që u përmend më shumë në Kur'an. Krejt pejgamberët e tjerë nuk janë përmend as sa 10 sa u përmend Musa alayhi salam. Ma shumë se 130 herë. Musa i biri Imranit, i cili u dërguta Fir'auni bi sultanin mubin, me argumente qarta. Fatawalla bi ruknihi wa qala sahirun aw majnun. Ky Fir'auni ka qenë pushtetar i Egjiptit. Ky Fir'aun është emër i postit, nuk është emër i njerit. Secili njeri që e ka marrë postin më bo i pari i Egjiptit e ka pas emrin Fir'aun. Edhe ka qenë ky për njerëzve të pakt në histori, cilët e kanë pretendu për veten e tyre që janë Zoti. Fa qala ana rabbukumul a'la. Ka thonë unë jam Zoti juve më i lartë. Ka bu shirk. Fatawalla bi ruknihi, është mashtru me fuqinë dhe me pushtetin dhe me ushtrinë që e ka pas, wa qala sahirun aw majnun, sikur krejt tjerë që kur i kanë mohu pejgambert kanë thonë është sihirbaz ose është i çmendur. Fa akhadhnahu wa junudahu fanabadhnahum fil yammi wa huwa mulim. Allah thotë i kena marrë ata bashkë me ushtrinë e tij edhe i kena gjujt, i kena pushtru. I ka përmbyt Allahu xhalla xhelaluhu ndeti, nga se kanë qenë të qorcu, domethënë i ka qortu për shkak se kanë pas faj. Wa fi 'adin idh arsalna 'alayhim ar-riha al-'aqim ma tadharu min shay'in atat 'alayhi illa ja'alathu karramim. Allah tregon që edhe popullin e Hudit, Adin, në ta ka argumente për ata që i frikson dënimit Allah xhalla xhelaluhu, cilëve Allah ja ka dërguar një erë, cilën s'ka pas hajër as bereqet. Ase era parimisht është e mirë, është e fladetshme, ka hajër, ka bereqet, kur fryn era zakonisht bjen edhe shiu. Po këtë erë që ja ka dërguar dhe ka dënu me ta, nuk ka pas në ta as hajër as bereqet. Edhe kjo erë s'kalon as një sen, as një njeri, as pasuri, as diçka tjetër, veç se i ka shkatru. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. Edhe në popullin e pejgamberit Salih, Thamudin, në ta ka argumente për ata që i frikson dënimit hidhur të Allahu xhalla xhelaluhu. Kur Allah i ka thonë kënaquni ju me këto mirësi që i keni deri me një kohë, deri me një moment caktuar. Ata e sjell me mendje madhësi ndaj urdhrave të Allahu xhalla xhelaluhu, edhe Allah i ka dënuar me rrufej. Po ata dhe kanë prit dënimin nga se Allahu ju ka thonë që kam i dënu. Allahu thot famastata'u min qiyam, s'kan mujt kur i ka ardhur dënimi i tij as me u ngrit në kom, wa ma kanu muntasirin, as ka mujt dikush tjetër me u bë hajër, diçka me u ndihmu. Wa qaum Nuhin min qabl, Allah përmend edhe popullin e Nuhut, që është para krejt këtyre popujve, që është populli i pejgamberit dërguar të Allahut të parë, Nuhut alayhi salam. Innahum kanu qauman fasiqin.
Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Edhe prej çdo sendi, prej çdo gjëje Allah ka kriju dy lloje. Është për qëllim dy lloje, ose mashkull dhe femën, ose dy lloje të cilat janë të kundërta njëra me tjetrën. Siç janë për shembull xheneti dhe xhehenemi. Mashkulli dhe femra, toka dhe qielli. E kështu me radhë, xheneti dhe xhehenemi, përmendëm. Toka dhe deti, drita dhe terri, jeta dhe vdekja, imani dhe kufri, e kështu me radhë. Edhe krejt këto Allah i ka kriju, ka thonë la'allakum tadhakkarun, mënyrë që ju me përkujtu madhështinë e Allahut xhalla xhelalu edhe njëshmërinë e tij. Vazhdim thot fafirru ila Allah. O ju Kurejsh, o ju me kastë cilë të përmahani pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po edhe ju njerëz në përgjithësi. Kur i deni krejt këto ajete të mëdhaja të Allahu xhalla xhelalu, atëherë fafirru ila Allah. Ikni te Allahu subhanahu wa ta'ala. Ikni prej Allahu te Allahu xhalla xhelaluhu. Hel min mahis, kena përmend surën Qafa, ka pas kush mi pështu njerëz cilët kanë ik prej Allahut po dikon tjetër jo te Allahu? Jo, për çata Allah thot fafirru ila Allahi inni lakum minhu nadhirun mubin. Nuk është diçka tjetër çdo pejgamber vetëse lajmërues, njëri që tërheq vrejtjen popullit të tyre. Wala taj'alu ma'a Allahi ilahan akhar. Ikni te Allahu me këtë cilësi, e cila është kryesorja. Wala taj'alu ma'a Allahi ilahan akhar, mos i bani shirk Allahut subhanahu wa ta'ala. Mos i bani shirk Allahut subhanahu wa ta'ala në adhurim. Ikni mas pari te Allahu me tauhid. Ikni prej shirkut në tauhid. Ikni prej kufrit në iman. Ikni prej shpikjeve në fe të suneti pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Edhe kjo ajet njëjtë përfundan. Kadhalika ma ata alladhina min qablihim min rasul illa qalu sahirun aw majnun. Prap Allah subhanahu wa ta'ala i tregon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe ngushëllon ato. I thotë që s'ka ndodhur me ardhmën e pejgamber para teje, vetëse njerëzit e atij populli kanë thonë që ai është sahirun aw majnun, sihirbaz ose njeri i çmendur. Atawasaw bih bal hum qaumun taghun. Ai kanë porosit ato njëri tjetrin, ai kanë lënë vasiat njëri tjetrin, ai kanë këshilluar që si të vdeson ti thuj prapë që ashtu, si të vjen një pejgamber, ti thuj që ai është sahir ose majnun, është sihirbaz ose është i çmendur. Bal hum qaumun taghun. Ata njerëz të cilët e kanë tepruar në mohimin e pejgamberëve dhe në mohimin e Allahu xhalla xhelaluhu, edhe kanë pas zemrat e njëjta. Edhe si shkak i kësaj, rezultati ka qenë i njëjtë. I kanë mohu pejgamberët dhe kanë thonë për ta që janë sihirbaz ose që janë njerëz të çmendur. Fatawalla anhum. Allah i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, largohu prej tyre, lej ata. Kur i fton në fe disa herë dhe shet që nuk ka përgjigje, fatawalla anhum, largohu prej tyre. Fama anta bimalum, nuk ki ti faj, nuk të fajson Allahu xhalla xhelalu. Wa dhakkir fa inna adh-dhikra tanfa'u al-mu'minin. Por se ti prap përkujtoj njerëz, nga se ky përkujtim i bën dobi besimtarëve, njerëzve që i frikson Allahu xhalla xhelaluhu. E kena pasur në surën Qaf 2 herë. Në fund surës fadhakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Përkujtoj me Kur'an ata të cilët i friksohen premtimit Allah subhanahu wa ta'ala. Pastaj thot Allahu xhalla xhelaluhu wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Allah nuk i ka kriju as e gjin as njerëz për diçka tjetër veçse për me adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala. Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun. Allahu subhanahu wa ta'ala nuk don për tyne për njerëzve për krijesat e tij rrezik. Nuk don që ata me furnizu dikon. S'ka nevojë për ta as Allah subhanahu wa ta'ala, as pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pas njerëz të tjerë. Wa ma uridu an yut'imun. S'ka nevojë që dikun na jep ushqim me hëngër. Inna Allaha huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin. Me të vërtetë Allahu subhanahu wa ta'ala ai është furnizuesi më i madh. Dhul quwwati al-matin, ai cili posedon forcë të madhe, edhe është tepër madhështor, është tepër i fortë. Fa inna lil ladhina zalamu dhanuban mithla dhanubi ashabihim fala yasta'jilun. I tregon Allahu xhalla xhelaluhu këtyre kufarëve të Mekës, këtyre jo besimtarëve, që sikurse para arsit e juve që ka pas dënim për ta, ka edhe për juve. Atëherë mos u gotni, nga sa Allahu kam ju dënu krejtëve. Fawailul lil ladhina kafaru min yawmihim alladhi yu'adun. Thot Allahu xhalla xhelaluhu, e sa të mirë e të shkatrum
janë jo besimtarë në ditën e gjykimit, kur të vjen dita e dënimit, cilën Allah subhanahu wa ta'ala ja u ka premtuar atyre. Në këtë ditë nuk ka mo përmirësim, as nuk ka mo kthim, as nuk ka diçka me u lehtësu për jo besimtarët. Allah na rujt, po ka veç rën e ma rën. Allah subhanahu wa ta'ala na rujt prej xhehenamit. Ka rën e ma rën. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adhab. Sa herë që aty në t'ju sosën lëkurat e tyre, t'ju djegën, Allah subhanahu wa ta'ala ja ndran ato lëkura treja, që edhe ato më ju sosë dhe më ju djegë, që liyadhuqu al'adhab, që më shiu dënimin, sa ma shumë, dënimin cilin e kanë mohu sa kanë qenë dynja. Me kaq përfundon tafsiri surës Adh-Dhariyat. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.